Kryetari i Bashkisë së Vahut Odejës, Zefila, i shoqëruar nga një grup i Këshillit Bashkiak, zhvilloi një vizitë në komunën Frankfurt-Oder në Gjermani, ku u prit nga kryetari Martin Wilke, të cilin e njohu me mundësitë e bashkëpunimit mes dy njësive. Shprehim dëshirën e bashkëpunimit ndërmjet të dy bashkive. Ajo që është më kryesore, ne duhet të bashkëpunojmë për hartimin e projekteve që ne të bëhemi përfitues nga fondet e Bashkimit Evropian. Delegacioni i Bashkisë së Vahut Odejës është ndalur dhe në komunën e Slubicës në Poloni. Ne shikojmë mundësinë e bashkëpunimit kryesisht në hartimin e projekteve për sa i përket thithjeve të fondeve nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu unë gjej rastin sot për të bërë një ftesë zyrtare për të bërë një vizitë në Bashkinë e Vahut Odejësit. Në përmbyllje të vizitës 4 ditore, delegacioni i Bashkisë së Vahut Odejës takua dhe me përfaqësues të Unionit dhe biznesit shqiptaro-amerikan. Takimi inicuar nga Gjokul Dedaj, i cili ftoi bizneset që të investojnë në Vahun e Odejës.